Janë do saga që nisin e mbarojnë. Po kjo është historia një sage tjetër. Kjo histori e prek secilit nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për krejt të gjuesit tanë më të dashur kudo që janë në këto momente në kolonën natyresht, edhe për ju që jeni para ekranit në këto momente, mirë se ardhët në Drive Me Crazy me një ditë shumë të bukur sot me diell, paktën këtu në kryeqytet, se për qytetet tjera nuk e di, mundeni me na tregu gjatë minutave në vazhdim. Po i nisim emisionin e sot me shumë energji të mirë, me shumë pozitivitet, edhe kena me fol për diçka, diçka është ajo se ju na tregoni, po për një temë shumë interesant, se tash për çka keni mall, unë nuk e di, për as me na tregu. Çe kallzoj temën. Ju që jeni në komunikacion presi me na tregu ku janë pjesë më të ngarkuara, po cilat janë pjesë më të ngarkuara, thjesht na tregoni një foto në Viber edhe na informojmë krejt pjesëtarët të tjerë. Po sot është tollovi e vërtet. Po, ishte edhe posh edhe këtu. Punime. Posh nga dritarja këtu që ishte po një kolone. Po se po spritoni veçka një foto na dërgoni edhe na informojmë krejt pjesëtarët të tjerë në komunikacion. Përndryshe po ju presim me na tregu se për çfarë ke mall. Për çfarë ke mall ti? Unë kam mall për zgjedhje. Po jo, në përqas s'ka mall kur. Domethënë që po e shoh kryeqytetin, të paktën tu punu, tu u gjallëru, kisha pas qef me pas zgjedhje çdo vit. Çdo vit e kisha zgjedh ka një kryetar të ri, ose çdo ditë e kisha shti. Edhe po thuaj që kandidim. Javë e fundit është punë, javë e fundit zgjedhjeve, ha? Po të paktën çdo vit kishim pas punimet tim, edhe të paktën diçka ish bë brenda 12 muajve. Jo kështu janë 4 vjet, domethënë kisha bëj diçka. Okej. Unë ec kisha pas. Ai një çeret, për parimin na ka ndëgju edhe na ka marrë parasysh këshillën e jo teleferik, po tramvaj. Tramvaj. Kena dhënë si ide. Unë domethënë të thësha po du tramvaj edhe dha premtimin. Tash u metën teleferiku me lidh Arbrin me bregun e diellit. Liçenin s'do të doja teleferik, po mi lidh disa qytete që në disa lagje që në Kodra, edhe zgjedhje çdo vit. Arbris prej këtu me rrit direkt në çfarë po dinë në Kodrën e diellit, a? Drejt në Albi, via aerore për shembull, jena drejt në Albi. Në për qendra tregtare, në për lagjen e Prishtinën e Re. Pas pak për këto çdo vit zgjedhje, ju lutem. Për këto dhe të tjera, pas këngës së parë. Elgidoda, një këngë në vret çdo ditë, po Elgidoda. Elgid. Dhe harrove të shkruaj. Elgid, se di që duhet ti. Se ky mikrofoni jam kanë ari hand të shkronja. Elgidoda. Çfarë është më mirë tash? Se jam i çmend për ty, por as nuk du me jell. Vicepresidenti Gjakova Ferica që se keni çaba shumë fituese medale olimpike, ashtu si ka peja. Okej, do të thonë ki mall që edhe qytetet e tjera me qenë të suksesshme, sikurse peja që ka qenë sidomos në judo, a? Edhe është. Okej, edhe pse nuk ja kisha lënë kështu suksesin një qyteti të caktuar, ajo është sukses spari i vet Kosovës. Sportisteve, në fakt, për mundin e tyre që kanë bërë për trajnerin, madje edhe i Kosovës në përgjithësi. Nuk mëjna me thonë tash, nejse, okay. Faleminderit shumë në gjatë, përshëndes. Ditën e mirë. Ditën e mirë, faleminderit. Tash ti si Prishtinas ose PS më në shmu krenu për një artist ose sportist që u dalë prej ati vendi, po me ngushtu atë shumë suksesin, s'kisha pas që. Ka qef mi shpërndo medalet në përkrejt qytetet. Krejt Kosovën, shumë e mirë. Ska lidhe, e mirë, po. Arsimi na ka tërgu jona, arsimi tjetër na ka tërgu një foto, na tregon për pjesën qasjen për tek rethi duplex nga rethi ambasadës që është pjesë ngarkuar, por edhe me shku tek rethi ambasadës ka kolon. Faleminderit shumë Arsim për informatën që na ke sjell në 049978978. S'ka përse. Përndryshe për juve që po mendoni për me i bo do mobile të rehatshme, komode, me stele dhe pse jo e keni dhat jatash bedding, e keni dhat dyshekun apo doni ma buta ma fort te Enza Home çak Llavic kilometrin e 6 mundeni me shku me pa. Përndryshe mundeni mi pa dhe përmes rrjeteve sociale nëse e kërkoni Facebook e Instagram e Enza Home Kosovë. Alo, përshëndetje, pas ka shku telefonatas na ka prit, po e presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, okej, e nali. 049978978 edhe një foto që ka rrit në këto momente na tregon që është ngarkuar pjesa edhe nga zona industriale me vazhdu tutje për tek Fush Kosova, pra pjesë e ngarkuar edhe në drejtim Fush Kosovës.
Përshëndetje, telefonata e radhës. Mirdita, përshëndetje. Ajni mirë, ajni lo. Mirë, faleminderit. Si jeti, si kalon? Mirë një ndëgjuse nga Prishtina. Kush është ndëgjuesi nga Prishtina? Një ndëgjuse. Çe. E pse po thuç ashtu? Ajni mirë, ajni lo. Mirë, faleminderit. Hajgore. Hajgore, okay. Ç'është të budon mo identifiku njëri. Po dhe nëse, jo, po s'ka që mu identifiku se unë pe di kush është. Se pja një zoni. Ja, se harrojnë a zonin, kina thonë me fionën e kena këto defekt profesional, kështu që mi u pa në rrugë me zo ju njohëm, a me bomës me na folë me zo si ju njohim, po. Me ftyrë jo. Jo, me ftyrë o problem. Orhan, qa ka ndodhë që s'na ke thirë mote? Po, në kom pak në pushime të konë që të si po këtë. Okej, po shpresoj që ke kalu mirë, po? Po, mirë. Qaj është me rëndësi. Hajde tregona për çfarë ke mall? Për pushime, tha Fiona ma. Për feminin. Për fëmirin. Po. Okej. Cila mosh u kanë shumë e mirë që ki mall për qatë mosh e kujton ka njerë? Shkollën fillore, na gjeneratët e vjetra që jemi para luftës, dhe më dhënë ka pas një farë. Standardi jetësore konë mesatar për këtë njëjtë, më mërmenja. Gati krejt. Edhe ato lojna që kemi bu bashkë e këtë, kemi pas... Ka qenë loja ndryshe, ka qenë loja do me thonë mahal, poshtë jo në për telefonat. Mahalla, futbolli, ushqimi edhe ushqimi ka pas shijet e qysh ma lezet. Edhe e vërtet është. Faleminderit shumë që na ke thirr. Përshëndes edhe juve gjithashtu. Hajde kalov shmirë se na shtini me menu. Na shtini me menu edhe neve, do me thonë, po atë pjesën e fëmirisë edhe për me, shpesh na kap malli për ose kur t'i shohim disa fëmijë të lumë në vend caktuar dhe kujton që edhe ti që aty diçka din. Emocionona kur i shoh fëmijët jashtë, po fatkeqësisht po i shoh nëpër telefon aty lut, po prapse janë jashtë paktën, a din? I mohabet, s'ka më se domethënë vizit paktën janë aktiv. Aloja po në Bërlagje ka qenë domethënë luishim prej Dardanis në Ulpian, domethënë çaq e kera pas rrethin e zgjerit. Jo brenda lojës. Unë s'di se premtuan këta kryetar të kandidat për kryetar komunën në Prishtinë. Jo, kanë pistë skimit, unë e moj na kemi skiju në bord Dardanis. Vetë moj shkëshim prej Ulpianës, prej soliterave, ulsheshim të poshta për din rruga, e dilshim masanit të posta, prej postës vishim të shkolla fillore Dardania. Në më thonë e këna pasu në zdip se s'pemendoni këto me premtu që do e bojna një pistë. Edhe lidhet me sheshin tani, afër xhamis aty. Po, do më thonë, po dilshim kejt dhe të shkolla fillore, rafsh bisha të shkolla fillore Dardania. Jo, tani del shesh. 2 orë, në gjetëshim 15 minuta. Na kemi pasu borin e shkollës Dardania si pistë skimi. Halo vazhdojnë me kanë, kur ka borë. Atër ka pas pak ma shumë reshje, ta është problem. Kanë qenë do skijat vogla që ka që plastikës, nuk e di që kanë pas emrin. Po, pe di me mojnë. Po, pe mojnë mena. Nuk po qëmë brendjarë, nuk po qëmë. Copa e mi bu me ato. 049-978 edhe njerë numri i telefonit na tregoni për çka keni mall. Kjo është tema për ditën e sotme. Nëse keni mall me vizitu dikën familjes, atëre hyni në pristinaticket.net edhe i gjeni biletat për vendet si Gjermania, Slovenia, Suedia, Luksemburgu, Zvicra. Dhe në sjelltas mos harrojmë edhe Parisin, dhe në sjelltas me çmimet më ekonomike, duke përfshirë këtu e keni edhe 20 kg bagazhin falas, check-in online falas, çantore ekstra 6 kg falas, e shumë benefite tjera veç me Prishtina Ticket. E keni në rrjetet sociale më smiri, me hy aty, me i pa gjitha qytetet ku mund shkoni, edhe me vizitu çmimet, me i pa çmimet për secilin destinacion. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Është ngarkuar pjesa rrugës Agim Ramadani, po që ka nga komuna në drejtim për tek udhkryqi i Menzës, po shihet me kolon në këto momente edhe rruga Tirana për tek rrethit prapa stadiumit, nga stacioni i trenit, por edhe në sjelltas për në shku tek rrethi Duplex ka kolon rruga Tirana, është ngarkuar edhe pjesa poshtë Vetërnikut rrethi me flamur rrethi i spitalit dhe ana sjelltas. Çet tash alo. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon? Kadire Frango. Edhe një ramrin? Kadire Frango. Kadire, prej nga më na thirr? Po, ti Zvicrës. Prej Zvicrës. Hajde tregom Kadire për çfarë ke mallti? Për Kosovën. Për Kosovën. Çka saktësisht në Kosovë? Vetëm për Kosovë, a? Veç për Kosovë. Vetëm për Kosovë. Po për njerëzit në Kosovë? Për kënë posaçërisht? Për këtë ka mos parasysh për raportit të
Çka rrok këtu prej aeroportit e deri në shtëpi. Okej, faleminderit Kadire. Ti zëjtës po. Faleminderit. Përshëndesim shumë. Faleminderit. Hajde gjithat mirat, shpresoj me pas mundësinë me ardhur në Kosovë sa më shpejt, me hek pak mallin. Edhe çka ke ashtu të kallëzu? Janë një 2 pikacim në Prishtinë. Po kom qef me diskutu me ty se garant edhe ti e din për ku e kom fjalën. Hajde të shohim. Është te rrugës pi fshatin ndërkombëtar, e rrugat që të çon në Xhilamandej. Okej. Hajvalia, rruga e Valis. Rruga e Valis. Ai tollovia aty te Albit që bëhet. Po, rruga e Valis, është një farë kryq i pa definuar. As ut kryq, as nuk di çka më thon asoj. Ka pas ku boni rreth subos diçka ndodhi, po. Aty do të thon është një katrahure vërtet që bën një pjesë të madhe të kolonës në 2 anë. Tani një farë katrahure e ngjajshme është edhe te Hekurudha, e din për Vranjevs që shkon për kodrën e trimave që lidhesh. Një farë gjysmë rreth të kanal do të marr. Pas rreth, do të thonë nuk e di. Sot bash në çat rrugë, unë nisa drejt, njëri nis knej, njëri knej. Edhe zigzag do të thonë, nuk u di ke kush ku po shkon edhe kush ku do të më shku. Duani muzikë. Se semaforat në njëjtën kohë do të thonë për një 4 drejtime. Hajde krejt për më një herë. Edhe merr çudi thash, hey, do të thon pik qytetit që sa vjet kur kush nuk e ka bënë zgjidhje për çat pjesë. Edhe që ka plot aksidente aty. Do të thon ai kur të kthesh tani te Hekurudha, edhe aty është goxha një farë. Nerë nalën atë pjesë tash të kanë leju, po e bënë çashtu diçka. Nëse interesant është ajo pjesë. Do të thon me marr lejen e veturës, mos mironi herë që aty me kalu, do të thon ti s'din me vozit. Në çto 2 pikat sidomos, po çka do të thonë në çat situatë, i patë 3 herë të tokë për një herë. Që i thojmë pa shkuar që aty me kalu një herë me dhon provimin, mos thoni që vozet ne. Mandej është edhe një rrugë tjetër çanej dikon është ç'shto. Edhe aty nëse nuk të nalet kerri. Po nëse nuk dini me shkute në pa nal kerrin, po dini se autoshkolla zakonisht çon që aty. Alo, përshëndetje. Viber, përshëndetje. Nështë tanë zgjedhjet e vitit tjetër, po të najsen. Si ide. Nuk e di, po mdoket unë e pedi që s'kam probleme. Jo, nuk kam problem, po e shoh që po përplanojmë telefonata apo s'po bën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje ti. Përshëndetje, sini dhe si kaloni? Po mirë, faleminderit, jo. Qysh e ke pas ditën? Mirë, faleminderit, jo. Po më vjen shumë mirë, edhe na ser shumë mirë e kena pas. Tregom na ser i nderuar. Për çka ki mallti? Po vallë në tim për çka ski thujse, për çka ski mall? Për çka ski mall? Pretendrojnë atë emën. Çka mall, për shembull, këti kemi me jetës, me këtë mall, kam 2 gjonat, 2 herë që kam arak me i pas, për është problem. 2 herë, të nafta ti keni, për nafta ma men pekmez, bëshim pej, dora pallushke. Po, halo bot. Ja, po, mos ka së dora se e që buqër në bilin 7-9-30 burë Jo, se moj men, 7-9-30 se moj. Për që ata më të vade. Për pak. Edhe marë mol dorva ujtë, thejshë më nadhe qasa dorva. E që ato i moj men, a kështu në kom të thot, a i thejshë dorva ujtë, sa të thot. Shka të lidhe Shënobili me dorva? Jenë konti mbërtu me prej Shënobilit ta? Pja tjetë vjeshe. Po, isha knosh të hongër dorva në tërshi, ujtë se veç me buk në vetë. Do më thonë, ki mol për dorvat, pas ka kop molli i dorvave ty. Paloshkës ti. Okej, paloshkës, apo thu paloshkës? E paloshkën që të moja që qohëm pa. Po të jo, se disë, më në fjona unë të regoj, i dhe ishte më në kosht. Një një mujtë dhe të ishte më në kosht, edhe ishte në qebera, drundet, në tërshi. Okej, faleminderit shumë, je i mrekullueshëm. O, s'ka gjësi, dhe shkallën një vjetë. Se ti ke bëjnë ka ndojë për unë. Po, faleminderit shumë. Armend, përshëndes shumë. Bedha avokatën tërshi e këshumë shtina me pas të. Përndryshe, po, Ipko i ka 3 pako për juve që jeni me para pagim, tip mini, tip super, tip max. Tip mini përfshin 200 minuta, 100 SMS-a, 6 GB internet, tip super vjen me 300 minuta. 8 plus 8 GB internet që vjen edhe në balkonin perëndimor dhe tip max vjen me 500 minuta, 100 SMS, 15 plus 15 GB që vjen edhe në balkonin perëndimor. Mundeni me aktivizu njënin prej dyqaneve Ipko, mundeni me aktivizu dhe vetë në shpe yll 110 yll 3 tip max thurje dhe këtu tjera vjen 2 do më thonë varet pi pakos. Mundeni mi pa në rrjetet sociale njënin prej dyqaneve Ipkos nëse si mani men kodet. Mo me aktivizu gjithë qysh. Që telefonata radhës? Alo, përshëndetje.
Përshëndetje edhe për juve. Përshëndetje zotrin Naz, si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë për mrekulli. Për çka ki mall Naz? Mall, shumë na keni kthyje mbrapa. Ku? Nëse tash mos shkojna patjetër mbrapa, se ka sen edhe të për momentit që mujna me pas mall. Ja, për momentin s'ka për mall. deti, veç edhe një herë kisha shku. S'ka mall për momentin, jo. Hajde tregom ku po do të më kthy. Me ul me shoqni e me rrok sharkijat e qitelijat e ato kongë me i këndu se kështë i kena këndu për para. Si jam si kresh. Qaj modhe është maj mirë. Okej, ki mall, mu ull me knu me shoqni. Po, në kohën atë ma pashme edhe kesh me mirë. Okej, Naz, faleminderit shumë. Qiko është modhe ma mirë, me ndesë shoqni. Am falë që po të bësë, a e keni praktiku qëta që po thu? Urna? A e keni praktiku? A keni knu me shoqni, me sharkia, me qiftelia? Po, më që shëna për dos, më kemi shku regullisht. Bravo. Faleminderit Naz, përshëndes shumë. Sa është konga e gjarpnit, sa është e gjatë? Urna? Konga e gjarpnit, sa është e gjatë? Jo, konga e gjarpnit për besë, nuk e dhja se këmë nuk këtë. A e din sa është e gjatë? Jo, nuk di, një kilometr, po. Seriozisht, se dikush e kënon 8 minuta, dikush e ka 14 minuta, dikush e kënon, unë e din, jo që është... Të refreni sa e përsërit. Jo, është 19 minuta, dej 20 minuta e kumni që e kanë këndu qatë kongë. A mujna me thonë që ka rekord si konga ma e gjatë shqip? Konga ma e gjatë shqip. Doja pështuin, doja hjekin, do... Po, me thonë... Po, dej 20 minuta është. A është dej 20? A është dej 20? Se dhune që ashtu diçka e di. Është dej 20 minuta, po, amo me kënu original, zbesoj që është 20 minuta. Që dikun po e shkët 35 minuta të shoni video. Në varet prej këngëtarit, të më thonë se është një farë freestyle. Se cilë këngëtar janë ndryshën, pak edhe edhe me luësën e shumë. Okej, faleminderit Naz, po të përshëndesim. Me ndirë që është i kalofë mirë. E kreshën, faleminderit Naz, kreshën e dojna shumë definitivisht, veç që për që u bo mem, u bo kështu i TikTokut i domos. U bo pak, po s'ka lidhje. Kresh i falët. Nga Kresh te dhe krejt juve që jeni në vetura në këto momente dhe po mendoni për me u bo me një vetur, po mendoni me ndru veturën, edhe nuk jeni bo alo zgjidhje, s'po dini çka me ble. Shkoni deri tek Toyota, ka orë Toyota Corolla Cross i ri, modeli i ri. Përveç asajna e ki edhe krejt modele tjera që i kin zbritje me super oferta, edhe mos harro që se cilin veturën në Autotrade Toyota që e bleni ki me 10 vite garancion. Kështu që para se me vendos me bleni vetur, shka deri te Toyota në jepja një rend, masa ne i vendos bën çka dush. Apo do në dallo një lajm të bukur. Ama do një të bukur. E di që kënaqesh. Hajde. Për derisa na lidhemi nyje në për disa rrugë që nuk janë ndrejt që 25 vjet, Kina e ka hap urën zyrtarisht më të lartë në botë. Është hapur ura që e ka shkurtu kohën e udhëtimit në për disa kanjone kogja ashtu të vështira nga 2 orë në vetëm 2 minuta. Edhe krejt kjo urë është ndërtu për 3 vite. Pa lidhje. Pa lidhje, shumë pa lidhje. Po na i beshëm që asoj rrugë kishëm qef pak me pa natyrën. Është 625 metra mbi lumin Bay Park. 3 orë kam bo, për me shku tash 2 minuta. Jo, 2 orë, nga 2 orë në 2 minuta. 2 orë, që aty dikun, 2 orë, 2 minuta. Po. Që kjo është me shkurtu rrugën? E jo, nga 5 orë gjys në 4 orë. Jo, ura në Shqipni vish një urë makneja, po, nese. Nese e ka qenë shumë e vjetë. E di, po, ka shumë e vjetër, po nese. Ok, nice, po më pëlqen. Alo? Bryli që të ishë ata ke bryli. O, përshëndetje, si e Batir? Që mirë jo si jeni. Si po kalon? Mirë Batir. O, mirë, vëllohi, gjithë me juve. Po, më vje mirë. Batir? E veç deshta me lidh për atë këngëtarin që tha se janë 2 këngë gjarpnit. 2 atë janë gati ka një orë. Një knuë original. Do më thonë, teksti original se më interesoj shumë, se dhune di që janë përmi 30 minuta. Do më thonë, ma shumë se 30 minuta. Kjo është konga ma e gjatë shqiptare, definitivisht. Sa, po thu Batir? Ma shumë se një orë, po thonë. Ma shumë se një orë. Okej, do më thonë, ma shumë se një orë, është konga e gjarpërit, është ma e gjatë se një orë.
E sa veta po thuhet këndojnë? A ka libër të Genisit e kësaj sene për mu marr me çfarë punës është interesant. Po na ka kaluar ai Kushënkinin është. Nuk e di amë me konga më e gjatë në botë, po me thirrë mi thon hajde kështu nëse e knojnë ana një kongë kena një orë s'nolëm hiç për çat kongë folëm. Batir sa veta tha që e knojnë kongën? Dy vetë. Jo, i përmendë do vllazni e motra më do këqe të lidhe. Jo, knojnë kështu, jo, kështu ta knojnë plot. E knojnë plot. Nën vllazni një motër. E kanë këndu këtë kongë? Po thot dikush. Po e kanë dhënë nën kanak. Okej, ai se cili ka një rresht, botën një orë. E ne di edhe ato tona. Okej. E dim që i din për që ato edhe të pytit si me. Po e so më interesoj me dit. E din që i ekspert. Po, eksperti kësoj pune. A ki mollë për na i sen? O, dijet për familje s'po hije. Kom mollë për vitin 67, kur jëm konë për herë parë në Ulqin. Vllazha e madhe s'ka pas kur gjë veç do shtëpia vogla edhe ato shumë lartë plazhe, se asë një hotel të konë, po konë hotel Montenegra, që kena net aty, kena hangër buk, zhvina hotele s'ka pas, veç po konë hotel Jadrani ku shem kohën e tërmetit. Do më thonë për qëtë kohë ki malë? Gjithmonë që kotin një 30 herë jëm konë në qenë veç Ulqinin e simpatizoj shumë e duhe. A përshe e kena përbashkë që to, kena të përbashkë ta me Batirin, muna me konë dosë mirë. Në kërë dhe në shtoj, me marë bostan veç për qetë. Batir, po të përshëndes, faleminderit shumë. Po ju përshëndes, e gjithat mira të juroj shnet, dëmëtëri, gjithashtu, Batir, faleminderit. Faleminderit shumë. Ma shkujti ti kusha malëfën qatë kongë, faset në tranu, fas pedina s'ka është, që kjo është, jo në prej, që di asu nëse. E qka të kujtu shtrot kujtja mas pari? Po se vidi kush ben shahira që kem të fola e pes që folëm pak ma herët nazë dhe ta këndu, ne veta sa është e gjatë konga e Zharpnit, se ditit e kena pas një farë debate, adin që dhe shash konga ma e gjatë shqiptare, di që është përmi 30 minuta, po se desha sak. Pa shaj si këngtari kësaj muzike, mundet me ditë po ja ku erdhi Batiri, i cili i ka informatat e sakta, i cili i ka edhe në, të më thonë pajtona me Batirin këtë varpune. Ndë gjani, ju që jeni në përvetura në këto momente, ka kolon pjesa nga Vetërniku lartë deri tek rrethi i ambasadës amerikane, pjesë shumë e ngarkuar, por shihet edhe fushë Kosova nga zona industriale deri tek rrethi i fushë Kosovës, e ngarkuar në këto momente është edhe pjesa rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi i rrugës B. Këto janë dhe informata të radhës që kemi pranuar në 049978978, ndërsa nëse doni që me këtë dimër me kalu me kondicioner, po e dini, me asi që po dhe verës edhe dimnit, atër duni me shku tek Midea, me i marë kondicioneret që janë me inteligencë artificiale, që ju kursejnë 30% ma shumë energji elektrike. Edhe për çdo blerje të produkteve Midea, ju boni pjesë e lojës shpërblyese, mundeni me fitu një vetur elektrike BYD, ose si shtot kolegja i me re, byt. Që telefonata tjetër? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit, dëgjuese e Reci. Kush na telefonon? Hajde në kjo kongën e Zharpnit. Një dëgjuese e ri. Një dëgjuese e re nga Gjermania. Hajde dëgjuese e re nga Gjermania. Tezja me 10 mesa. Tezja 10 mesave. Hajde tezë tregona për çfarë ke mallti. Fion për pushimin e 2024-s. Pushimin e 2024-s. Është e vitit kaluar. Çka ka ndodhur atë pushim? Në atë pushim, kom kalu jashtë zakonisht mirë, kështu që kom planifiku edhe për këtë vetë, po më deshtoj komplet. Kështu që atë vetë e kom gjdo herë, nuk moj kur gja nuk e ndroj me atë vetë. Okej. Kur gja se ndroj. E nis faleminderit shumë. Hajde diçka pak ma. Kongën e Zharpnit, po ajo konga që tha ajo nën vllazni me një motor, ajo thirret konga e qyqes. Po ajo tjetër çka, po kongën e Zharpnit po të vës ty. Po më që kena pas kaset këtë në herë e rrafsh. Një në non shkoj ke kaseta, u dashke me rëtullu prap tjetër e non. 60 minuta tutje është, bravo. Çfarë titull, konga e qyqes, konga e Zharpnit, tash ku me di çka ka me dol tash. Po konga e këtyne Betsinonit. Qedrave.
Po ne keni ardhur Morina atëherë në atë kurs. Po ina ne. Faleminderit Enis, përshëndes shumë. Talu çat të shoh. Le të çorni. Po kallzoj arsim që këtu në herë kanë ngu kohën ka 2 orë. Po jo mëra, haloj ngojna, do të thonë haloj ngojna. Pëlqej. Po haloj ngojna. S'ka pas kohë atëherë me ndru ton kohën, do të thosh më çu s'kan pas atëherë me kena muzikë. Ja, më ka digitale. Ja, s'kon se tash. Hajde gjithë mira. Hajde të ngre, kanë shuqja të një dhe mo, deksa ka me flajt e një takon. Po një orë, do më thonë si nalë, 2 veta të kënu, rap, Plus kur kanë kënu live. Po live kanë kënu gjithmonë ata. S'kan pas mikrofona kësi sena autotune, kësi jo. Edhe një. A petë njerë që atë kongë dhe u kry dasma. Edhe një orë. A shkojna dhe në Albi Mall. Okej, po shkojna deri në Albi Mall, po paraprakisht ju tregoj me u ndal edhe te Ventura Motors, që ne masi të kaloni Albin, shkoni te Ventura Motors by Automita dhe vizitoni showroomin me i pa disa prej Vespave më të bukura, me modelet më të bukura më të reja, sidomos tash për kohën e vjeshtës, nuk e dia kena me pas shumë rreshje ose jo, po ja vlen definitivisht me pas një Vesp ose çfarë do lloj motori tjetër për me ik kolonave të këtij kryeqyteti të zhurmshëm. Shkoni atje ose vizitojeni edhe përmes rrjeteve sociale në Ventura Motors Kosova. Tash po shkojnë në Albi bashkë me Vespa. Jemi rikthyer në 049978 kanë arrit informata rreth komunikacionit dhe po presim telefonatat njëjtën kohë. Na kanë tregu për hyrjen në Prishtinë që ka kolon nga kazerma e Mjasharit deri tek salla 1 tetori. Shumë e ngarkuar pjesa poshtë vetërnikut për tek rrethi e ambasadës amerikane me kolon gjatë dhe kjo pjesë dhe Fush Kosova po mbetet me kolon nga zona industriale deri tek rrethi i Fush Kosovës. Petrol Company në Çaklavis në të dy anët e rrugës ju jep super mundësi për me shku me i marrë derivatet me super çmim, si benzinën si dizelën e keni 1.18 për litër dhe në Hajvali e keni 1.17 për litër. Edhe mos harroni mu bo pjesë e lojës shpërblyese në secilën mbushje të veturës. Domethënë merrni kuponat, edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese edhe mundeni me qenë fitues potencial i një veture që po e dhuron Petrol Company. Që telefonata tjetër fion merë se e di që po adin u ndrejqe u bone gati. Po bone gati. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na telefonon? Gjyshe aje. Hajde gjyshe, tregona për çka ke mallti? Po çka s'kemi mall, çka kemi mall, po peceku vetëm një. Hajde, populli mallit. Ju përshëndes mirë. Faleminderit edhe na, përshëndesim shumë. Kjo temë që keni thënë sot është shumë e sillume që e kam pasur edhe prom për ju, këto që do më folsh tash. Çka? Hajde çka të kujtu? Gjumi deri e kom përjetu ato. Jam nëse është e mundi më kthy edhe një herë në shkollën fillore në klasën e 7. Edhe më shku me pa filmin të Yusuf Gërvalla që ka luajtë Faruk Begolli. Po? Edhe kemi shkue rresht për 2 me godestarin 2 shkollat. Shkolla e katunit tem, këtu tash është japonisë e vogël, edhe e katunit lëndindjes teme në Vasil. Jemi bo bashkë, po unë më në klasë 7 në vajzë vogël. Edhe kemi shkue në komp 8 kilometra. Ta që kanë arrit në 049978 se pas në lëshu zonin YouTube se nala kur knej Dafina nejse shtash të ktheva, s'kam që ka me bo veç këna Liviza jo, veç pak një pjesë do me thonë prej Dafinës së knej amo bolke se gjyshja pat din gjithat vjersh. Hajde që telefonata tjetër. Alo, kush telefonon? Skënderi. Hajde Skënder, prej nga për në thirë? Prej Peje. Prej Pejes. Edhe Skënder për çka ki malti? Molla, jem paspunën, kur jem kojrina, një hera jem pashku për tërje, kësa tjenë Mali Loshin, kum punu. Po? Qka ke punu? Kur i kum pasën 18 vjetë. Edhe për qatë periudh, ki mal? Po. Skënder, më kujtove edhe mu diçka për këtheve edhe mu mbrapa vizitat e mija. Vizitat e mija në Pej, pikrisht të Halla, kur kom qenë e vogël. Ato shëtitjet në për Govë, në për Bogë, do me thonë, i kom kështu shumë merak.
Unë atje në Mali Lloshen jem kohë kur e kum kry klasën e 8, jem shku atje edhe kum punu 3 muaj ditë. Okej. Faleminderit shumë Skënder, përshëndes, falja pjesë. Gjitha të mirat. Bravo Skend. Atje prej nga na vjen edhe ujë rrogove për ndryshe. Po. Që e kemi pjesë të emisionit, e dojmë shumë. E sonë gati e kryta po. Unë halove sa e kom nis. Diçka s'di, mu kalshu ujë rrogove. Nuk di çka thon. Ani kur pe marr dini zot këseve protein që pe marr, po. Mas asoj na po t'japi edhe po t'japi edhe një dorë me ujë, den ata çet aty. Por ndryshe protein llojin nëse zgjedhni ose keni nevojë për ta, e zgjedhni të Zotit nëse doni më të mirën, më të sigurtën. Telefonata e parafundit, alo, përshëndetje. Përshëndetje Arsim. Përshëndetje, si jeni dhe si kaloni? Falënderit në të mirë, po ju a jeni mirë, e kremi të ravet. Po e krem, si është rrushi mirë? Po, shumë mirë është. Po na vjen mirë. Ka pas boll rrush si vjetë? Ai, me bollak vëllai është. Edhe, po shitët? Ajo veç ka shku? Jo se poshë edhe disa tu ankuan e këni. Për që ata për jo, vëllai, këtu në Ravec vishin edhe me marë. Po dhe që ata për thëmë nëse është rrushi mirë, tash nuk ka nevoj, po... Po, jo dhe i mirë, po në botë nuk ka si rrushi Ravec. Ska si rrushi Ravecit. Apo më kalzon, për çfarë ke mall? Malli, Arsim, për turniret që e ka njëri në kohën teme. Ato turniret që në mahalla, me mahall, klasa me klas, po... Klasa me klas, po edhe besa shqiptar me shpije. Po, me kujdes, po. Ka pas do më thonë edhe turnire që ju mbot tani kush ka fitun që të shkollë me atë shkollën tjetër. Interesant ju në kohën, po të mira. Faleminderit shumë, po të përshëndesim. Me qytet. Tani shkoj shumë finale. Me më rride. Kalov mirë. Ciao, ton kalofsh mirë. Përshëndesim, faleminderit. Që e fundit drejto pak. Qashtu e fundit dhe të serioze, të lutë. Rot. Alo, përshëndetje. Ju lutë. Përshëndetje. Kush telefonon? Bukuria nga Prishtina. Hajde Bukim, për çka ki mall ti, si e fundit për sa duhet shpejt? Mall kam me mujtë me këti para 40 vjetë kohën. Edhe më kujtohet në vitet e 87-ta, kom qenë ekonomi në shkollë të mesme, aty koni që baptore. Edhe ju ka ardhur era që bapave ton aty në bord shkollës edhe buksimit atëheri kemi thënë. Po bre. Okej. Tash pi vjen era. Edhe një diçka elementi ti Arsim edhe një histori. Edhe në atë ku para 40 vjetë, atëherë nuk kemi pas seja, po ju në kanë ata thosë... Improvizime, po. Ju kanë thosë e kripes edhe thesin e kripes e kemi mush me kash, edhe kemi lidh me si gjim. Këta marone pas kam pas. Ma bote kam pas. Neve na u pojke. Na sopa e na bone për hekra në për rosa. Na u poj shumë. Po, rosa që shtu dohet se e re, është kja këta me kasht. Bot. Po me kasht arsi me... Ishtë na e na shku ma shpejt. Për 1 metër. Atër ka pas borë shumë 1 metër e... Po, ka pas. 20 cm. Tash po bjen, më. Po që se tha kërkush për borë, bre. Për borë me pas malë. Pas malë kërkush. Po kena më borë. Ska se e kena ruaj fion se dina s'qysh do këtë. Edhe kur po bjen se e hinit po bjen as se bardh ju. Në kombinime me balt. Po. Bukit përshëndes, falimderit shumë, po du me falenderu shumë edhe Jeta Baholli, hair and make-up, që gjithmonë kujdeset për dukjen time, edhe që më pëlqen shumë, nejse këto disa... Shihemi nesër, për ndryshe nesër, dita e parë e muajtit, a është nesër i pari? Po, i pari më do këtë është nesër. Ti bese nesër është i pari. Miro, nesër fillon muaj i ri, shihemi nesër, vazhdoni me qëndru me neve në pjesën e dytë. Jo më saroni me bo ato që duni me bo gjithmonë, me jep shumë dashni, pashit për të shëndet.